Një tjetër video tronditës u regjistrua nga një gjuetar fantazmash në Kalimantan. Ai vendosi të hynte në një pyll të ndaluar, i njohur për legjendat e tij të errta dhe misteret që rrethojnë vendin. Me vete mbante peshk të thatë si ofrues, me qëllim të tërhiqte entitetet atij vendi. Ndërsa tymi ngrihej ngadalë mbi tokë, papritmas një figurë me flokë të bardhë dhe sy të ndritshëm u shfaq mes pemëve, duke shkaktuar një ndjenjë tmerri dhe pasigurie të menjëhershme. Kamera e kapte qartë çdo lëvizje të saj, para se ai të bërtiste dhe të ikte i trembur, i kapur nga paniku. Atmosfera ishte e dendur, duke e bërë çdo tingull të duket i dyshimt, dhe hapat e tij të shpejt binin në kontrast me heshtjen e pyllit. Ky incident ilustron fuqinë e misterit dhe frikës që mund të ndodhin kur dikush guxon të hyjë në një vend të shenjtë ose të frikshëm, ku legjendat lokale ende mbahen gjallë dhe shfaqen në forma të papritura. Shikuesit mund të ndjejnë tensionin dhe pasigurinë që mbizotron në çdo moment të kësaj përvoje, ku natyra dhe prania e padukshme krijojnë një përzierje të pashembull frike dhe fascinacioni. Ai mbetet një shembull i tmerrit të vërtetë që mund të kapet në kamera, duke i lënë të gjithë që e shohin të tronditur dhe të menduar për forcat misterioze që mund të ekzistojnë përtej botës së dukshme. Një banor që ndodhej në një fushë me kallam sheqeri gjatë natës, u befasua nga shfaqja e një gruaje të veshur me të bardhë, për të cilën dyshoi se ishte një kuntilanak. Figura dukej qartë mes shkurreve, pra një palë me kokosi, duke qëndruar plotësisht e palëvizshme. Errësira përreth dhe heshtja e natës e bënin skenën edhe më shqetësuese. Burri, i bindur se nuk kishte frikë, vendosi t'i afrojë asaj figure misterioze. Teksa ecte më pranë, ai filloi ta fyente me zë të lartë, sikur po përpiqej të provonte guximin e tij ose të largonte frikën që mund ta kishte fshehur brenda vetes. Megjithatë, sa më shumë afrohej, aq më e pazakontë dukej prania e saj. Figura nuk reagoi në asnjë mënyrë, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar dhe duke lënë të hapur dyshimin se përballë tij mund të ishte diçka që nuk i përkiste botës normale. Një kanal japonez i YouTube publikoi para disa vitesh një video që deri më sot mbetet një mister total. Videoja tregon kamerën e një nëndetëseje si përkiste një hulumtimi në ujëra të papërcaktuara dhe shumë të thella. Pas kapjes së disa peshqve të zakonshëm, kamera arrin të regjistrojë diçka vërtet shqetësuese. Papritmas, një krijesë detare shfaqet para lenteve, e fshehur mes errësirës kërcënuese që duket sikur e ndjek çdo lëvizje. Pamja e saj është e tmerrshme dhe shumë shikues në internet pretendojnë se kanë kapur një krijesë të vërtet detare, madje krahasuar me akullin e madh, një krijesë mitologjike e bardhë rreth 30 metra e gjatë. Thuhet se ka një formë njerëzore dhe është përshkruar shpesh si një legjendë piratësh. Ky moment i çuditshëm dhe i frikshëm ka ndezur diskutime të pafundme midis komentuesve, disa duke sugjeruar se mund të jetë një specie e panjohur detare, ndërsa të tjerë besojnë se është thjesht një efekt vizual apo një manipulim filmi. Pavarësisht spekulimeve, pamjet lën shikuesit të dridhen dhe të ndjejnë një frikë të thellë, duke pyetur veten nëse kjo krijesë është reale apo thjesht një mister i thellë i detit. Ti çfarë mendon se ishte kjo krijesë? A mund të jetë një monstruozitet detar apo thjesht legjend? Shkruajeni mendimet tuaja në komentet më poshtë. Eksplorimi i vendeve të braktisura mund të sjellë probleme shumë serioze, nga rreziqet me njerëz të tjerë deri te humbja e jetës. Këta djem nuk e dinin që ishin duke u përgatitur të zbulojnë diçka që duket si një krim.
Kujdes! Pas dëgjimit të zhurmave në njërin prej dhomave, ata gjejnë një kuti të çuditshme dhe kur e hapin, ndodh kjo. Gruaja e hutuar duket se ishte futur aty disa orë më parë dhe ishte afër vdekjes. Çfarë mendon ti se mund të ketë ndodhur? Çdo detaj nga ndriçimi i zbeht deri te era e rënd brenda dhomës shton tensionin dhe ndjenjën e frikës. Shikuesit shpesh spekulojnë për origjinën e situatës, duke menduar nëse ishte një ngjarje e vërtet kriminale apo ndoshta një ngatresë rastësishme që zbuloi një mister të frikshëm. Reagimet e djemve dhe mënyra se si ata afrohen me kujdes shton tronditjen e skenës, ndërsa ajo që ndodhi brenda kutisë mbetet e paqartë. Ky incident tregon se sa delikate dhe të rrezikshme mund të jenë ekspeditat në vendet e braktisura. Çdo hap mund të shfaqë diçka të papritur dhe të tmerrshme, duke i detyruar eksploruesit të jenë vazhdimisht të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Shpreh mendimin tënd për këtë rast dhe për atë që mund të ketë ndodhur me gruan në kutinë e mistershme. Kamerat e sigurisë të vitit 2021 kapën diçka që asnjë dëshmitar nuk priste ta shihte. Ishte ora 3 e mëngjesit, kur dy burra po pushonin në një pemë pranë një parkimi. Qetësia e natës u ndërpre kur njëri prej tyre, i veshur me një këmishë të kuqe, vuri re diçka të çuditshme në rrugë. Një motociklet po kalonte me shpejtësi normale, por pasagjeri i saj sfidonte çdo logjik. Një figurë mbështjell me copa të bardha, me kokën e varur përpara në një pozicion jo natyral, mbahej fort pas drejtuesit. Forma e saj nuk dukej njerëzore, por më tepër si një trup mortor që kishte marrë jetë në errësirë. Dëshmitari u mrit menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte të pamundurën që sapo kishte parë. Një figurë me flokë të gjatë dhe veshur me rroba të kuqe, që ndronte në skajin e rrugës përpara tyre. Ato menjëherë u tmerruan, ndaluan regjistrimin, por arritën të kapnin një fotografi të shfaqjes. Kur mbërritën në shtëpinë e banorëve, u mblodhën për të lutur. Hoteli historik Jefferson është i njohur si një pikë e nxehtë për aktivitet paranormal. Ata madje kanë një kanal të tërë në YouTube për të dokumentuar këto ngjarje. Kjo është një tjetër pamje e kapur nga kamerat e tyre. Fillimisht, tingulli dëgjohet si një murmuritje e paqartë, por më pas pason diçka shumë më e qartë, një fishkëllim. Së fundi, dëgjohet një e qeshur jashtëzakonisht rrëqethëse. Fishkëllima kapet sërish, shumë lehtë. A është kjo thjesht një shaka nga dikush? Edhe pse të gjitha tingujt mund të kenë një shpjegim njerëzor, shumë do të besonin se bëhet fjalë për një frymë. Në vitin 1973, një spital psikiatrik u ndërtua për njerëz me probleme të rënda mendore, duke ofruar trajtime që ishin të ashpra për standardet e kohës. Pas shumë vitesh funksionimi, spitali u mbyll në vitet 90 për shkak të thashethemeve se disa pacient kishin vdekur pa një arsye të drejtë brenda mureve të tij. Sot, vendi është krejtësisht i braktisur dhe banorët e zonës e konsiderojnë atë të mallkuar dhe të mbushur me energji të errët. Disa prej tyre raportojnë se kanë parë shfaqje fantazmash, sidomos në zonën e njohur si Zona Roz, një pjesë e spitalit në katin e dytë ku ishin të strehuar fëmijët me probleme shumë të rënda mendore. Një influencer e njohur, Natalia, vendosi të hynte brenda së bashku me disa persona të tjerë dhe nuk kaloi shumë kohë derisa gjërat e çuditshme filluan të ndodhnin. Një zhurmë fort tronditi të gjithë grupin, duke shkaktuar frikë dhe panik të menjëhershëm. Papritmas,
3 fëmijë u pan duke e vëzhguar grupin përmes dritareve të katit të dytë, pikërisht në vendin ku fëmijët ishin mbajtur kur spitali ishte në funksion. Pamja e tyre ishte e çuditshme, e heshtur dhe shfaqja e tyre dukej sikur dilte nga një dimension tjetër. Pyetja që lind menjëherë është nëse këta janë fantazmat e fëmijëve që humbën jetën aty, të detyruar të mbeten të lidhur me vendin që dikur ishte shtëpia e tyre. Të gjithë ndjen një kombinim të frikës, trishtimit dhe kureshtjes së fortë, ndërsa momenti u regjistrua dhe dokumentua përmes kamerave të tyre. Çdo tingull, çdo lëvizje e vogël, dukeshin të egzageruara, sikur vetë spitali po reagonte ndaj pranisë së tyre. Natalia dhe shokët e saj ndjen një prani të padukshme, duke i mbajtur të tensionuar dhe duke i detyruar të reflektonin mbi historinë e dhimbshme të vendit. Pamjet e fëmijëve të heshtur, duke i vëzhguar nga dritaret, mbetën të paharueshme dhe u shndërruan në një mister që të gjithë përpiqen të kuptojnë. Videoja më poshtëm i përket kanalit Om Maman Man. Gjatë një eksplorimi nate, krijuesi vendosi të futet vetëm në një pyll të dendur dhe të kampoj në një shi të rrëmbyrshëm. Ai ngriti tendën e tij në një hapësirë të izoluar dhe përgatiti gjithçka për natën, duke vendosur kamerën e sigurisë për të regjistruar çdo lëvizje të pazakontë. Ndërsa pushonte brenda tendës, dëgjoi zhurma të çuditshme, sikur dikush po gërmonte dhe po lëvizte dheu shumë afër. Zemra i rrihte me shpejtësi ndërsa shikonte me kujdes kamerën e vendosur. Pa pritmas, kamera kap një dukuri që tmeron, një qënje me pamje poçong shfaqet duke u hedhur mbi tendën e tij, lëvizjet e së cilës ishin të çrregullta dhe të paparashikueshme nën stuhi. Shiu godiste me forcë tendën dhe zhurmat e forta të ujit dhe erës shtonin tensionin. Fryma e ngushtë dhe errësira e pyllit bënin gjithçka më të frikshme, duke e bërë ngjarjen të duket reale dhe të paqartë. Kamera regjistronte çdo kërcim dhe çdo lëvizje të çuditshme të qenies, duke e dokumentuar tmerrin në detaje. Pamjet më pas u shpërndan dhe shkaktuan diskutime të shumta midis shikuesve, të cilët pyetnin nëse ky poçong ishte një fenomen i vërtet apo një trillim i zgjuar. Çdo detaj i kapur nga kamera duket i frikshëm dhe jo shqetësues, duke e bërë këtë video një nga më të tmerrshmet për çdo spektator. Ky incizim shfaq natyrën e papritur dhe të rrezikshme të pyllit natën, duke lënë një ndjenjë të thellë pasigurie dhe frike. Videoja e radhës u publikua në TikTok në janar të vitit 2025 nga një përdorues i njohur me emrin Amoro X1 dhe përmban pamje të marra nga një kamerë sigurie shtëpiake. Në regjistrim, shihet një grua e ulur në një karrige lëkundse, duke u përkulur lehtë përpara dhe prapa. Gjithçka nisi një nga ato netët e zakonshme, ku asgjë nuk duket jashtë normales. Pamjet tregojnë një nënë të re që po përkund foshnjën e saj, një skenë e qetë dhe familjare që pasqyron paqen e jetës së përditshme. Atmosfera është e butë dhe e sigurt, pa asnjë shenjë se diçka e keqe do të ndodhte. Megjithatë, ajo natë mori një kthes të papritur dhe shqetësuese. Kamerat e sigurisë kapin një moment të çuditshëm pranë portës së shtëpisë, ku shfaqet një figurë e pazakontë. Fillimisht duket si një lëvizje e zakonshme në errësirë, diçka që mund të injorohet lehtësisht. Por kur pamja bëhet më e qartë, zbulohet diçka shumë më alarmante. Një krijesë humanoide me lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, qëndron dhe vështron me kujdes skenën familjare. Ajo duket sikur po vëzhgon nga larg, me lëvizje të kujdesshme dhe të heshtura, si të ishte duke shqyrtuar ambientin ose njerëzit brenda. Pas disa qashte shqetësie, figura tërhiqet po aq në heshtje sa u shfaq, sikur kureshtja e saj të ishte përmbushur. Pamjet lën pas shumë pikpyetje dhe ngritin dyshime shqetësuese. A ishte kjo thjesht një prani kalimtare apo diçka që kishte ndërmend të kthehej për diçka më shumë?
Një burr që po gjuante zogj në një vend të errët dhe të heshtur, mbeti i paralizuar nga frika kur pa pritur shfaqe në një poçong mbi një pemë bananeje. Atmosfera ishte e rëndë dhe pothuajse pa zhurmë, përveç fshfërimës së gjetheve në errësirë. Në regjistrim, shihet qartë figura e palëvizshme mbi pemë, duke e shikuar drejt në sy burrin, pa bërë asnjë lëvizje. Prania e saj duke e çuditshme dhe shqetësuese. Sapo gjuetari e kupton se nuk është vetëm, ai trembet dhe fillon të dridhet nga frika. Frymëmarrja i rëndohet ndërsa përpiqet të kuptojë atë që po sheh. Frika e pushton plotësisht, duke e lënë të ngrirë në vend. Një eksplorues urban u aventurua në një ndërtesë të braktisur në Kinë, duke kërkuar të kapte imazhe të dekadencës dhe harresës. Gjatë ecjes së tij nëpër dhomat e zbrasta, vëmendjen e tij e tërroqi një objekt që qëndronte vetëm në njërin prej dhomave, një kukull dukshëm e pafajshme. Kur ju afrua për ta shqyrtuar më afër, pa se kishte për të përjetuar diçka që do të thyente arsyen e tij. Kur përpiqej ta ngrinte kukullën për ta parë më mirë, objekti i pa animuar pësoi një transformiv grotesk. Nga sytë e kukullës filloi të rrithte një lëng karmash që derdhej si lot gjaku, duke krijuar një spektakël makabër që e bëri eksploruesin të tërhiqej. Pronari një stende ushqimi rrugor zbuloi diçka që e bëri të rishqyrtonte punën gjatorëve më të errta të natës. Kamerat e sigurisë kapën orën 2:30 të mëngjesit një prani shqetësuese. Në pamje dallohet qartë një figurë femërore me tipare spektrale, sy plotësisht të bardhë që shkëlqenin me një dritë mbi natyrore dhe një shprehje fytyre që sugjeronte qëllime të panjohura. Melissa Smith, nënë e 2 fëmijëve, përjetoi diçka që ndryshoi përgjithmonë perspektivën e saj mbi realitetin dhe mbi natyrshmërinë, kur vendosi të rishikonte regjistrimet rutinë të kamerës në dhomën e foshnjës së saj. Shfaqja që dokumentoi sistemi i saj i sigurisë nuk ishte një manifestim sporadik apo i paqartë, por një prani e qartë dhe e përcaktuar që materializohej në mënyrë të qëndrueshme brenda krevatit të foshnjës. Entiteti merrte formën e një figure të bardhë, si e përbërnda avulli apo tymi, por që ruante një koherencë strukturore që sfidonte ligjet e njohura fizike. Ky video nuk lidhet me fenomenet mbinatyrore, por kjo nuk e bën më pak shqetësues. Videoja u xhirua nga një vajzë pasi u zgjua një mëngjes dhe vuri re se dikush po e vëzhgonte me sy të ngulur përmes dritares së dhomës së saj. E trembur, ajo nxori shpejt telefonin për të regjistruar atë që po ndodhte. Pyetja që lind është: cilat ishin qëllimet e këtij burri? Si arriti të hynte? E trembur, ajo menjëherë telefonoi policinë, e cila pasi mbërriti, kontrolloi të gjithë shtëpinë, por nuk gjeti asgjë. Vajza tha se policia po kërkonte këtë burr në të gjithë qytetin, por askush nuk dinte kush ishte. Në fund, ai kurrë nuk u gjet. Vetëm ideja për qëllimet e këtij personi shkakton një ndjesi frike dhe pasigurie. Pamja e tij përmes dritares, e heshtur dhe e ngulur, mbetet e qartë në mendjen e vajzës. Çdo detaj, nga mënyra si qëndronte te mënyra si e shikonte, duket i rrezikshëm dhe i frikshëm. Videoja u shpërnda online, duke shkaktuar reagime të ndryshme, por ndjenja e pasigurisë dhe tronditjes mbeti e pranishme tek çdo shikues. Ideja që dikush mund të vëzhgojë pa u kuptuar është mjaft shqetësuese. Një gjyqtar fantazmash me përvojë po transmetonte drejt për drejt nga një ndërtesë e braktisur, kur u përball fytyrë për fytyrë me entitete që sfidonin çdo klasifikim të njohur mbinatyror. Gjatë eksplorimit të tualeteve të dëmtuara të ndërtesës, disa figura me protuberanca që ngjanin me brirë u materializuan në muret e sipërme, duke vëzhguar atë me një intensitet të shqetësueshëm. Megjithse shumë njerëz do të largoheshin, studiuesi paranormal nuk u tremb, por përkundrazi, përpiqej të vendoste një komunikim të caktuar me këto krijesë demonike, duke treguar një guxim që shfrytëzonte kufitë e rrezikshëm të arsyeshmes. Çdo lëvizje e tyre duke i koordinuar, dhe hunda e tij ndjeu erën e ftoftë që mbushte ajrin, duke i shtuar një ndjesi rreziku dhe frike. Kamera regjistronte çdo detaj,
duke dokumentuar përballjen e jashtëzakonshme me këtë fenomen që dukej se i përkiste një dimensioni tjetër. Të gjithë shikuesit e transmetimit mbetën të shtangur nga guximi dhe qetësia e tij përballë të panjohurës. Një transmetues nate përjeton një nga momentet më të çuditshme të karrierës së tij, kur kupton se nuk është vetëm në parkun ku po bën transmetimin live. Kamerat e tij kapin një krijesë të vogël me promasa humanoide, që lëviz me një shkaftësi mbinatyrore brenda zgavrës së një peme shekullore. Entiteti i vogël duket se është plotësisht i vetëdijshëm se po vëzhgohet, duke krijuar një ndjenjë të thellë shqetësimi dhe frike tek shikuesit. Shtëpia Monroe, e njohur gjithashtu si shtëpia e demonit, është një nga vendet më të frikshme dhe të përfolura për aktivitete paranormale në Hartford City, Indiana. Gjatë viteve, ajo ka tërhequr vëmendjen e shumë hetuesve të fenomeneve të pashpjegueshme, të cilët pretendojnë se aty ndodhin manifestime të dhunshme dhe shqetësuese. Një video e publikuar në YouTube nga kanali Diggs Paranormal Videos shërben si dëshmi e tmerrit që ky vend mund të ofrojë, që në minutën e parë të regjistrimit dëgjohen tinguj të çuditshëm dhe kamera kap për një çast diçka që duket se lëviz brenda errësirës së shtëpisë. Edhe pse pamjet janë të shkurtra dhe të paqarta, atmosfera është e rëndë dhe tensioni rritet me çdo sekond. Megjithatë, momenti më tronditës ndodh në fund të videos. Meqense kamera është e vendosur në një pikë fikse dhe nuk lëviz nëpër dhoma, është e vështirë të përcaktohet me siguri nëse ajo që shihet është vërtet aktivitet paranormal apo thjesht një rastësi. Pavarësisht kësaj, rënja e papritur e një monedhe, lëvizja e një çadre pa asnjë ndërhyrje njerëzore dhe tingulli i papritur i një radioje që ndizet vet janë ngjarje mjaft të çuditshme për të mbjellë dyshime serioze. Këto incidente i bëjnë shumë shikues të vënë në pikpyetje realitetin dhe të pyesin veten nëse shtëpia Monroe fshet diçka shumë më të errët se sa thjesht legjenda urbane. Një burr që ndodhej për gjueti në një zonë të izoluar, vuri re diçka të çuditshme brenda një grope në tokë dhe vendosi ta regjistrojë me kamerë. Fillimisht dukej sikur nuk ishte asgjë të pazakontë, por pas pak sekondash ndodhi diçka e frikshme. Nga brendësia e vrimës doli një figurë e errët dhe kërcënuese që filloi ta ndjek. I pushtuar nga paniku, burri u kthye dhe nisi të vrapojë pa u ndalur, duke mos guxuar të shikonte më pas nga frika e asaj që e ndiqte. Ushtar nga një rajon i Brazilit u dërgua në një spital të supozuar të magjepshur, një vend ku atrocitetet ndaj pacientëve kishin lënë një shenjë të thellë tmerri dhe mallkimi. Misioni i tyre ishte të gjenin një grup të rinj që ishin zhdukur pasi vizituan këtë vend për herë të fundit. Thuhet se kur spitali ishte në funksion, pacientët vdisnin nga dhuna ose uria, ndërsa spitali përdorej për eksperimente makabre dhe rite satanike. Edhe sot, njerëzit raportojnë dëgjimin e ulërimave dhe vajtimeve dhe disa pretendojnë se kanë parë një krijesë demonike që ha njerëz. Fatos e Misterios hyn brenda për të dokumentuar këtë dukuri të frikshme.